Përshëndetje, atëherë më ka shkruar një nën e cila është e re në Gjermani dhe dëshiron të di se ku mund të drejtohet për të përblerje dhe shpenzime për fëmijët. Atëherë disa dyqane kryesore ku dhe vet normalisht kam bler është CA-ja, e cila për nga kualiteti, mendimi personal ka kualitetin shumë të mirë. Gjithashtu kemi Zarën, atje mund të gjejmë shumë pak lodra, nuk është se mbahet shumë për lodra për fëmijë, por mund të gjejmë veshje me kualitet akoma dhe më të mirë, por nuk është se janë shumë të bukura, siç jemi mësuar në shqiptar që i duam pak me ngjyra apo me flutra. Mi Ersting Family dhe kjo mbahet për kualitet të mirë, mendimi im personal. Gjithashtu me çmime të lira mund të gjejmë në faqe online siç është Temu, siç është Shiny, mbahet dhe kjo i ka çmime pak më të shtrenjta, si punë e Zarës, por ka kualitetin e mirë. Nëse dëshiron pastaj të gjesh produktet, rroba, lodra të përdorura, kemi Flock Market në Gjermani. Mund të shkruash thjesht në Google ose në Maps, Flock Market dhe mund të dali në qytetin ku ti je, në çfarë datash dhe në çfarë ditës. Kryesisht kemi dhe Primarku, Diet, që është një dyqan me artikuj të lirë, kualiteti mesatar, jo shumë keq, po jo dhe shumë i mirë, por që janë të lezetshme dhe bukura. Kemi gjithashtu faqe online të tjera, siç janë Vinted për të përdorurat, kemi eBay gjithashtu. Ndërsa për sa i përket mobilimit të dhomës së fëmijës, atëherë unë po flas për nga përvoja, kanë bërë blerje online tek Otto, kanë bërë blerje online tek Kaufland, gjithashtu tek IKEA kam shkuar vetë tek dyqani ose kam bërë porosi online. Baby Waltz, Baby One, domethënë ka një shumë llojshmëri dhe ka mundësi të pafundme, domethënë se ku mund të blesh online për fëmijë, për të rritur e të tjerë. Siç thash, pra janë këto second hand ku mund të shkosh të marrësh të përdorura ose në kualitet shumë të mirë. Dhe në eBay Kleinanzeigen. Dhe atje mund të gjesh me vërtet të reja, të paketuara dhe me çmim të arsyeshëm.